Përshëndetje të nderuar shikues, si në edicionin gjendëror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ende të tjera do të ndiqni. SHPA përshëndet dhe jep mbështetje të plotë për paketën e reformës së drejtësisë miratuar sot në komisionin e posaçëm. Gjatë miratimit, opozita braktisë komisionin. Kryeministri dhe kreu i opozitës Basha replika në distancë. Rama garantoi se do t'i pranojë vendet e rezervuara, ndërsa Basha nuk të rrihet. Ministri i Jashtëm Gjerman apel të qartë politikës shqiptare, mos miratimin e reformës pasojë për integrimin Steinmeier opozitës nuk vjet në pushtet me refuzim. Të shtëna në armë në një dyqan në Texas, autoritetet thonë se autori ka të paktën një person të marrë peng kundra policën në Belgari. UEFA paralajmërim dhe gjobë Rusisë në rast të përsëritjes së dhunës përjashtoheni nga Euro 2016, vendimi për tradhzirat e së shtunës në Marseille. SHPA mirëpret miratimin e projekt amendamenteve kushtetuese nga Komisioni i Reformës në Drejtësi. Në një deklarat të publikuar në faqen e Facebook, Ambasada Amerikane në Tiranë shkruan se SHPA mirëpret miratimin e projekt amendamenteve kushtetuese nga Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi. Ky, sipas ambasadës, është një hap i rëndësishëm për të shtruar rrugën e miratimit të plotë të një reforme të thellë dhe domethënëse të sistemit të drejtësisë së Shqipërisë. Paketa e projekt amendamenteve thuhet në këtë deklarat ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ambasada nxit dialogun midis qeverisë dhe opozitës për të zgjidhur çështjen e fundit të mbetur, për të cilën kanë mosmarrëveshje dhe nxisin të gjithë anëtarët e parlamentit të votojnë në favor të kësaj reforme. Një vot për këtë reformë është një vot në favor të lëvizjes së Shqipërisë përpara, rrugën e saj drejt integrimit në BE dhe një të ardhme më të fortë euroatlantike. Kryeministri Edi Rama përshëndeti miratimin e paketës kushtetuese në Komisionin e Posaçëm Parlamentar dhe përsëriti se nuk ka pranuar dhe nuk do t'i pranojë kushtet e opozitës për vendet e rezervuara. Sipas Ramës, PD është e friksuar nga procesi i vetingut që skanon gjyqtarët dhe prokurorët dhe akuzoi opozitën se bën vllazërime të korruptuarit. Shefi i qeverisë u tregoi hapur për negociata me opozitën për një proces gjithëpërfshirës dhe garantoi se mes tij dhe bashkëkryetarit të koalicionit qeverisës nuk ka asnjë dallim në qëndrimet për reformën e drejtësisë. Vitëm pak orë pasi Komisioni i Reformës në Drejtësi kishte miratuar draftin pa votat e opozitës, kryeministri Rama përsëriti edhe një herë qëndrimin e tij se nuk ka pranuar e nuk do të pranojë kushtin e vendeve të rezervuara. Kreu i qeverisë tha se procesi i vetingut duhet të jetë i pavarur dhe sa i është kundër një reforme që lejon partitë të fusin duart. Në fakt, ne as i kemi pranuar, as i pranojmë vende rezervuara. Por kemi ofruar për të negociuar një zgjidhje që siguron përfshirjen substanciale të opozitës në përzgjedhjen nga kuvendi të asaj pjese të anëtarëve të Këshillit Lart të Gjyqësorit dhe të Këshillit Lart të Prokurorisë, të cilët do të votohen nga trupa parlamentare. Kreu i qeverisë la ende të lirë rrugën e dialogut për një reformë gjithëpërfshirëse, por garantoi se vetingu mbetet pika e kuqe pa negociueshme. PD sipas tij nuk e do reformën pasi është në vllazërim me prokurorë dhe gjykatës të korruptuar dhe që i përdor për qëllimet e veta. PD-ja nuk është thjesht se i trembet reformës së drejtësisë. Nuk është vetëm kjo. PD-ja nuk do që ta prish vllazërinë. Brotherhood quhet në filmat e lidhjeve të krimit me politikën. Me prokurorët dhe me gjykatët e korruptuar, të cilët i ka përdorur dhe i përdor për qëllimet e veta. Ai ka falenderuar gjithë ata që kontribuan për miratimin e këtij drafti, veçanërisht ndërkombëtarët, ndërsa theksoi se nuk ka asnjë dallim mes asaj që thot ai dhe asaj që thot kreu i Këvendit Ilir Meta. Unë të çuditesha, sikur kryetari i parlamentit fliste si unë dhe të bënde si unë. Do të çuditesh. Bën gjën që duhet bëj, që i takon të bëj për detyrën që ka. I pyetur për arrestimin e kryebashkiakut të Kavares Elvis Roshi, Rama tha se çështja duhet zbardhet me vërtetësi, duke mos preferuar të komentojë vendimin e gjykatës që e la atë në arrest me burg. E menjëhershme ishte edhe përgjigja e kryetarit të opozitës në lidhje me gjithçka tha kryeministri gjatë pasdites për reformën në drejtësi dhe kryesisht akuzat se opozita ka vllazërime të korruptuarit në sistemin e drejtësisë. Lulzim Basha ju përgjigj me të njëjtën monedhë, ndërsa argumentoi se refuzimi që kryeministri
i bënenin 88 të draftit të Komisionit të Venecias lidhur me vendet e rezervuara ka për qëllim marrjen nën kontroll politik të 4 institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Ashtu si pritej nga Selia Blu, kreu demokrat Lulzim Basha ju përgjigj menjëherë gërm për gërm deklaratës së kryeministrit Edi Rama. Basha risolli në vëmendje nenin 88 të draftit Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi, që siç tha ai, Rama nuk e pranon sepse synon të vërë në kontrollin e tij politik sistemin. Shefi i opozitës argumentoi edhe qëndrimin e Ramës që pranon në formulë mes vendeve të rezervuara dhe 2/3 vetëm për 2 institucione. Nëse palët procesi politik nuk pranojnë shumicën e cilësuar të kërkuar për anëtarët jo gjyqtar të 4 institucioneve, jo të 2, të 4 institucioneve, ata mund zgjedhin një sistem proporcional që garanton përfaqësimin e opozitës në organet kolektive. Nuk ekziston për t'i dhënë kontroll politik Lulzim Bashës mbi sistemin e drejtësisë, por ekziston për të mbrojtur sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe kudo vend tjetër nga kontrolli politik i qeverisë dhe në këtë rast nga kontrolli politik i Edi Ramës. Standardi i lartë është Komisioni i Venecias dhe nuk mund të zëvendësohet as substituohet nga asnjë autoritet tjetër, faqe rruzullit toksor. Këta radiolog transparent, profesionistët pavarur, do t'i zgjedhësh ti të gjithë apo do t'i zgjedhin së bashku? Por ndërsa kryeministri akuzoi për vllazërimet të korruptuarit, edhe Basha e kishte një përgjigje për vllazërinë e Ramës. Brotherhood nuk ka vllazëri Partia Demokratike. Ti ke vllazëri. Brotherhood of crime. Partia Demokratike është gati të miratoj që sonte draftin kushtetues, e vetme që në ndan është rekomandimi 88 që ky nuk don ta lexojë apo bën si nuk e lexon. Basha i bëri apel Ramës të mos e përzej Italinë në skandalin e përgjimit pasi sipas tij, ajo është një gjë që i përket vetëm kryetarit të ekzekutivit shqiptar dhe ministrit të brendshëm. Komisioni për reformën në drejtësi ka miratuar nën për nën draftin për reformën në drejtësi gjatë mbledhjes në praninë e ambasadorëve Liu dhe Vlautin, ndërsa APD braktisi mbledhjen e komisionit. Fatmir Xhafaj tha se është lënë e hapur mundësia për ndryshime për nenet që nuk ka dakordsi me Partinë Demokratike. Më herët, Lulzim Basha briti qartë se PD nuk ndryshon qëndrim se e përket rekomandimit 88 të opinionit të Komisionit të Venecias. Ky është kushti i PD-s për të votuar reformën, në të kundërt, siç tha Basha, tunjatjeta. Mazhoranca në vëzhgimin minut pas minutit ambasadorëve Liu e Vlautin miratoi nën për nën projektin kushtetues të reformës në drejtësi. Kemi votuar të gjithë projektin pa përjashtim në të gjitha nenet e tij deri në fund dhe në tërësi, përfshi dhe aneksin për vettingun, për i vlerësimin. Edhe pse drafti mori votën në komisionin e posaçëm parlamentar, sipas kryetarit Fatmir Xhafa, i cili e vlerësoi punën e tij të përfunduar, mbetet i hapur për ndryshimet në nenet për të cilat opozita ka pa dakordësi që lidhen me parimin e rekomandimit 88 Komisionit të Venecias. Ato nene për cilat ka një diskutim janë shumë pak nene, shpresoj dhe besoj që do të dakordsohemi dhe do të mund të arrijmë një zgjidhje dhe ato do të reflektohen duke ndryshuar nenet përkatëse. Opozita mori pjesë vetëm disa minuta në mbledhje duke u larguar në mënyrë demonstrative për shkak që, siç tha nënkryetari Erdbil Lugbashi, mazhoranca nuk pranon parimet e Venecias që garantojnë moskapjen politike. Komisioni nuk mund të miratojë nën për nën dhe në tërësi, do të ishte në shkelje të kushtetutës. Dhe do të ishte gjithashtu në shkeljet asaj që është në vazhdim e sipër. Negociatat politike nuk mund të zhvillohen me pistolet mbitërues. Por kryetari i komisionit Fatmir Xhafa sqaroi se mazhoranca është e hapur dhe angazhuar për të gjetur zgjidhje për çështjen e padakordzuar me opozitën. Votën e njëanshme në komision ai e justifikon me procedurën parlamentare që duhet të ndjek drafti për të miratuar brenda këtij sesioni. Nëse ne nuk arrim ta miratonim tashti në tërësi projektin për t'i hapur rrugë pasaj projekt ligjeve të tjera, nuk do të mund të arrinim dhe vetë miratimin e projektit brenda këtij sesioni, nuk do të mund të arrinim dhe projekt ligjet. Me votimin e sotëm në komision, drafti i kushtetues ndjek rrugën proceduriale drejt seancës parlamentare për të votuar në mënyrë përfundimtare. Nga komisioni i posaçëm e deri në miratimin përfundimtar, drafti kalon disa stacione, në të cilat mund të reflektohen ndryshimet që mund të lindin si shkak i negociatave mes opozitës dhe mazhorancës, të cilat vijojnë. Çfarë përfshin rekomandimi 88 në opinionin e Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi për të cilin këmbgul Partia Demokratike, ju njeh kronika në vijim. Në kuadër të përgatitjeve për hartimin e tekstit final, Komisioni i Venecias i rekomandon autoriteteve shqiptare t'i kushtojnë vëmendje çështjeve kyçe të mëposhtme. Nëse palët në procesin politik nuk pranojnë shumicën e cilësuar të kërkuar për anëtarët jo gjyqtar të Këshillit Lart Gjyqësor, Këshillit Lart Prokurorisë, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Dhomës Speciale të Kualifikimit,
Ata mund të zgjedhin një sistem proporcional që garanton përfaqësimin e opozitës mes organeve kolektive, ose çdo model tjetër të përshtatshëm që do të siguronte ndikimin e opozitës në procesin e zgjedhjes. Në rekomandimet e Venecias janë 4 pika ku sqarohet specifikisht se si palët mund të dakordsohen. Partia Demokratike ka vënë si kusht vetëm pikën 18 në të cilën nënvizohet. Një model tjetër i zgjedhjes ka të bëjë me krijimin e 2 listave alternative të kandidatëve, një nga koalicioni qeverisës dhe një tjetër nga opozita. Këshilli i emërimeve në drejtësi do të rendis kandidatët dhe do t'i dërgojë të 2 listat në parlament, i cili më pas do të zgjedhë 3 kandidat nga lista e shumicës dhe 2 nga lista e opozitës, në të 2 rastet me shumicën e cilësuar me 3/5. Venecia propozon mekanizmin se si mund të arrihet konsensusi mes palëve, por në formulimin e ofruar nuk përmendet tokfjalëshi vendet e rezervuara që po përdoret nga palët si pika e vetme e ngërçit. Kreu i LSI-s Ilir Meta kërkoi gjetjen e konsensusit për të miratuar reformën në drejtësi dhe garantoi votën e LSI-s edhe për një reformë PSD. LSI ka qenë aktori më koherent në qëndrimet për reformën dhe neni i vetëm që PD nuk pranon duhet ishte zgjidhur tashmë. Opsioni një referendumi duket qesharak dhe nuk ka arsye për zgjedhje të parakoshme, por për miratimin me konsensus të reformës. Ilir Meta ka këmbëngulur sot edhe pas mbledhjes urgjente të kryesisë së Lëvizjes Socialiste për integrim për konsensus, gjithëpërfshirje dhe zbatim të standardeve të Venecias, vot pro dhe për një reformë PS-PD. Ne insistojmë për intensifikimin e dialogut politik dhe gjetjen e konsensusit në përputhje me standardet e Venecias. Kreu i LSI-s u shpreh se partia bashkëqeverisëse nuk e ka luksin që të votojë një reformë pa opozitën dhe kjo reformë do të jetë jetike për 30 apo 100 vitet e ardhshme për vendin. Dhe nuk bëhet fjalë thjesht për opozitën sot apo deri në 2017. Tu bëhet fjalë për opozitën për 20, 30 vitet të ardhshme apo ndoshta 100 vitet të ardhshme. Dëshirojmë që kjo reformë dhe këto ndryshime kushtetuese të kenë një jetëgjatësi sa më të madhe. Përsa i përket idesë së referendumit, kreu i LSI-s e cilësoi qesharake nëse flitet vetëm për një nen i cili mund të zgjidhet me konsensus me opozitën. Në rast se Partia Demokratike nuk i qëndron angazhimit saj se ka vetëm një çështje për cilën kërkon që të zgjidhet sipas standardeve të Venecias dhe standardeve ndërkombëtare, por nxjerr një sebeb tjetër, nxjerr një pretekst tjetër. Atëherë ne kemi për detyrë të shkojmë në parlament edhe pa vullnetin e Partisë Demokratike zyrtare dhe më pas për t'i dhënë më shumë legjitimitet këtyre ndryshimeve, t'i drejtohemi dhe qytetarëve shqiptar. Meta premtoi se prej këtij momenti do të ndërpres komunikimin me media për reformën në drejtësi dhe do të flas vetëm si kryeparlamentar. Deri në fund të reformës drejtësi, kompetencat e përfaqësimit politik të LSI-s për këto çështje do t'ja kaloj zotit Vasili. Ministri i Jashtëm Gjerman Steinmeier përsolli në Tiranë gjatë vizitës zyrtare mesazhe të qarta për politikën shqiptare në pikun e debatit për reformën në drejtësi, kur qeveria dhe opozita nuk po mund të gjejnë dot piktakimin e konsensusit. Diplomati i Gjerman përkrah autoriteteve të larta të qeverisë dhe opozitës tha se reformat kanë kosto, që mund të reflektohen edhe në zgjedhje, ndërsa shtoi se edhe opozita nuk mund të vinë në pushtet duke refuzuar gjithçka. Kryetari i PD-s Lulzim Bashaj ka përcjellë ministrit gjerman shqetësimin e opozitës se drafti aktual kap sistemin e drejtësisë dhe i ka konfirmuar se Partia Demokratike djeg mandatet nëse ai e kalon me vota të trafikuara. Shqiptarët po shkëlqejnë kombëtaren gjermane dhe Shkodran Mustafa i dha Gjermanisë një gol në kampionatin evropian në ndeshje me Ukrainën. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Steinmeier e vlerësoi këtë me humor. Për kryeministrit të jashtëm shqiptar Ditmir Bushaqi gjatë vizitës së tij në Tiranë, por e la mënjan me njëherë stërvitjen dhe futbollin, sepse kombëtarja e politikës shqiptare ndodhet sot në një debat të fortë dhe larg konsensusit për reformën kyçe që e afron Shqipërinë me Bashkimin Evropian, atë në drejtësi. Diplomati i lartë gjerman foli për një fair play të domosdoshëm për reformën që ka mbështetjen e 90% të qytetarëve, duke kujtuar se gjatë qëndrimit të partisë së tij në opozitë në Gjermani, i është dashur të votojë dhe reforma që janë kritikuar ashpër, por shtoi se kjo ka qenë në të mirë të qytetarëve të vendit të tij. Ndërsa ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati zgjodhi të vexhojë përballë gazetarëve këshillin që ka marrë nga miku i tij gjerman
gjatë takimit dypalësh. Ka situata në cilat një qeveri do duhet të marrë riskjet përkatëse për ta çuar vendin përpara, por e njëjta gjë vlen edhe për opozitën. Pra si opozit nuk duhet menduar për avantazhet afat shkurtra, po për ato afat gjata për të mirën e vendit. Unë e di që për reformat nuk merren vetëm fjalë falënderuese dhe lavdëruese, shpesh herë ka kritika të ashpra, dhe ndoshta çmimi janë edhe zgjedhjet e ardhshme, por shpesh kam mësuar që në opozit gjithashtu nuk fitohet gjithmonë vetëm duke refuzuar. Besoj se këshilla më e çmuar që mora sot është nevoja për të shikuar drejt sardhmes, për të ndarë nga tranzicioni dhe për të bërë një reformë në drejtësi për qytetarët dhe jo për partitë politike. Dhe për suksesin e kësaj reforme, ministri i jashtëm gjerman bisedoi dhe me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, me të cilin biseda vazhdoi deri në momentet e fundit të largimit, siç duket edhe nga këto pamje të xhiruara nga Ora News. Për mbajtjen, kryetari i opozitës Lulzim Basha zgjodhi ta përcjell në një deklaratë. Pavarësia e sistemit të drejtësisë është një parim pa të cilin nuk mund të ketë reformë. Reformë me kapje politike të sistemit nuk mund të ketë. Kryetari i Partisë Demokratike i bëri të ditur ministrit të jashtëm gjerman tentativën e Edi Ramës për të shantazhuar dhe bler vota nga deputetët e opozitës për miratimin në mënyrë të njëanshëm të reformës në drejtësi. Kjo theksoi kreu i PD do të jetë fundi i këtij parlamenti. Zoti Basha konfirmoi përpara ministrit të jashtëm gjerman qëndrimin e bërë publik se nëse trafikohet qoftë edhe një mandat i opozitës, atëherë opozita do të djegë mandatet dhe do t'i drejtohet qytetarëve. Kryetari i PD-s theksoi se opozita ka demonstruar të gjithë vullnetin për të gjetur zgjidhje, siç rekomandon Komisioni i Venecias në rekomandimin 88. Ministri i jashtëm gjerman rezervoi një takim edhe me kryeministrin Edi Rama, i cili sot në ditën ndërkombëtare të dhurimit të gjakut dhuroi gjak duke shpëtuar kështu një jetë. Por ajo që i duhet të shpëtojë aktualisht në politik lidhet me jetën e një shteti, dhe dhurimi këtu quhet lëshim ose konsensus. Qeveria për kryeministrin ka bërë gjithçka mundet për reformën në drejtësi dhe se është gati ta votojë atë në çdo kohë. Vizita e ministrit Steinmeier ishte e rëndësishme dhe për momentin ku gjendemi. Një moment historik për një reformë historike, ajo për në reforma në drejtësi, që duke kaluar me sukses, parlament do të çelë rrugën e negociatave për Bashkinë Evropian. Pra nuk ka rëndësi nëse një parti është në qeveri apo në opozit për të votuar një reformë të domosdoshme për vendin. Ajo thjesht duhet votuar për të ardhmen, qoftë edhe me çmimin e humbjes së zgjedhjeve të ardhshme. Dy mesazhe të qarta për qeverinë dhe opozitën nga diplomati i lartë gjerman dhe që tani mbetet të përkthehen në bisedime dhe konsensus nga politika shqiptare. Mimoza Picari, Ora News, Tiranë. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka deklaruar sot se arrestimi i kreut të Bashkisë së Kavajës është tashmë çështje e gjyqësorit dhe prokurorisë, të cilat kanë mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë nëse veprojnë në bazë të kushtetutës dhe ligjit. Gjithashtu, kreu i Drejtësisë tha se nuk ka ndërmend të komentojë asnjë vendim gjyqësor dhe detyra e çdo gjyqtari është të gjykojë në bazë të provave. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka preferuar të mos bëjë asnjë koment në lidhje me arrestimin e kreut të Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi, duke u shprehur qartë se vendimet e gjykatave nuk komentohen. I pyetur për këtë, ministri Manjani tha se tashmë çështja është në dorën e prokurorisë dhe gjykatës. Ministri i Drejtësisë nuk i lejohet të komentojë publikisht mbi vendime konkrete, ashtu siç ka nxitur cilin do dhe këtë do, dhe është standard edhe politik i imi që nuk kam ndërmend të ligjeroj politikisht, publikisht, sepse unë nuk mendoj që fitohet publikisht duke komentuar mbi vendime të caktuara të gjykatës. Gjithashtu, kreu i Drejtësisë nuk ka pranuar të bëjë asnjë koment dhe në lidhje me kallëzimin e fundit që KLD bëri ndaj ministrit të brendshëm, duke sqaruar dhe arsyet e mungesës së tij në këtë mbledhje. Sepse isha jashtë shtetit, kam pas dieni në çastin e fundit për mbledhje, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Unë ju shpjegoj standardin e sjelljes së ministrit të Drejtësisë. Këto deklarata Manjani bëri pas një tryeze ku u diskutuan vonesat në gjykimin e dosjeve, ku ministri i Drejtësisë theksoi se çdo vonesë në sistemin gjyqësor përkthehet automatikisht në korrupsion, ndërsa kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori ngriti shqetësimin e numrit të pakët të gjyqtarëve në krahasim me dosjet që janë në shqyrtim. Pasi ka takuar sërish klientin e tij në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Tiranës, avokati Elvis Roshi Theodori Sollaku ka përsëritur pretendimin se arrestimi i klientit të tij është bërë pa prova konkrete. Roshi pritet të dalë para gjykatës, ku do t'i komunikohet masa e sigurisë.
Avokati Elvis Roshi Theodori Sollaku ka ripërsëritur edhe sot akuzat ndaj prokurorisë se kanë kryer arrestimin pa prova konkrete. Sollaku tha se pretendimet e organit të akuzës janë ngritur vetëm mbi informacione policore. Kemi parasysh që në bazë të ligjit dekriminalizimit nuk ka detyrim zyrtari deklaroj për vendet jashtë BE-s, Zvicra është jashtë BE-s, dhe për më tepër gjithësia e materialeve të dosjes flet për informacione policore. Pra dosja, cila ka justifikuar arrestin, nuk ka asnjë provë në kuptimin e kërkesave që parashikon Kodi i Procedurës Penale. Elvis Roshi u arrestua pas ditën e së hënës në Kavaj pas masës së sigurimit arrest me burg që caktoi gjykata e Tiranës. Sipas organit të akuzës, Roshi dyshohet se ka shkelur ligjin për dekriminalizimin, duke falsifikuar dokumente, pasi në formularin e vet deklarimit ka fshehur të dhëna që tregojnë se ka qenë i dënuar në Itali për përdhunim, është dërbuar nga Italia e Zvicra, madje ka përdorur 5 emra të ndryshëm në vendet e Europës. Roshi pritet të dalë para gjykatës për t'u bërë komunikim i masës. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Vjojmë të me lajmet e ditës nga bota, forcat e sigurisë në Texas kanë qelluar për vdekje. Një person të armatosur e ndetë pa identifikuar, pasi ky fundit u futi një supermarket në qytetin Amarillo. Mediat fillimisht raportuan se ai kishte marrë peng disa klientë, por ende nuk ka asnjë konfirmim për viktima. Situata mbetet e paqartë, ndërkohë që pritet ende një raport zyrtar. Autoritetet kanë këshilluar banorët që të mos afrohen në zonë dhe të ruajnë një distancë të caktuar. Policia ka njoftuar gjithashtu se i dyshuari është një shtetas somalez, ndërkohë që dëshmitarët thanë se në vendin e ngjarjes ka mbërritur një helikopter dhe të paktën 20 forca sigurie. Kjo ngjarje vjen vetëm pak ditë pas tragjedisë së Orlandos, ku identifikuara si Omar Maten vrau 59 persona dhe plagosi 50 të tjerë. Një sondazh i kompanisë YouGov i realizuar për çështjen Brexit ka treguar se fushata që përkrah daljen e Britanisë nga BE-ja gëzon një avantazh prej 7% në krahasim me mbështetësit e idesë së qëndrimit brenda Unionit. Fushata e daljes kryeson 44 me 42% edhe në një sondazh të The Economist. Ndërkohë, kompania Bloomberg vlerëson se distanca mes dy kampeve është mjaft e ngushtë dhe se gjithçka mund të ndryshojë. Një tjetër ngjarje e cila ka bërë bujë në vendin ishullor ka qenë përkrahja e gigantit The Sun ndaj fushatës së daljes. Kur duhen edhe 8 ditë nga referendumi që do të përcaktojë të ardhmen e Britanisë brenda ose jashtë Bashkimit Evropian, një sondazh i kompanisë YouGov ka treguar se fushata që përkrah daljen nga BE-ja ka arritur që të sigurojë një avantazh prej 7%, kundrejt mbështetësve të idesë së qëndrimit në bllokun me 28 anëtar. Në bazë të kësaj përllogaritjeje, 46% e qytetarëve britanik në këtë moment kërkojnë që të largohen nga Unioni, 39% kërkojnë që të mbeten brenda tij, ndërkohë që 11% janë të pavendosur. Pjesa tjetër ka deklaruar se nuk do të votojnë mbi këtë çështje. Nga ana tjetër edhe një sondazh i realizuar nga The Economist e shfaq përpara fushatën e daljes me 44%, krahasuar me 42% të mbështetësve të qëndrimit. Në këtë përllogaritje 10% mbeten të pavendosur, ndërkohë që pjesa tjetër është shprehur se nuk do të mbajë një qëndrim mbi këtë çështje. Ndërkohë kompania Bloomberg në bazë të sondazheve të saj thekson se rezultati mbetet mjaft i ngushtë, me fushatën pro që ka mbështetjen e 45.9% të qytetarëve dhe atë kundër e cila është ndalur në 45.5%.
Bloomberg thekson se marzhi I gabimit në këto përllogaritje mund të arrijë deri në 0.72%, duke lënë kështu gjithçka të hapur. Një tjetër ngjarje e cila ka bërë bujë në vendin ishullor ka qenë përkraja e gigantit The Sun ndaj fushatës së daljes, gazeta e cila shet mesatarisht 1.7 milion kopje në ditë. Përmes kësaj aperture ku shkruhet Believe in Britain, u kërkon qytetarëve që të besojnë tek Britania dhe të largohen nga Bashkimi Evropian. Sipas tyre, qëndrimi brenda bllokut me 28 antar për 43 vjet nuk I ka sjell asnjë të mirë britanikëve. The Sun arsyeton gjithashtu se dalja nga Unioni do t'i rikthejë pushtetin parlamentit vendas. Reforma e punës që po diskutohet në parlamentin e Francës ka bërë që mijëra qytetarë të protestojnë në rrugët dhe sheshet e qyteteve kryesore të vendit. Ky lëvizje është parë si një kërcënim për zhvillimin normal të kampionatit evropian të futbollit, por megjithatë, protestuesit janë shprehur se nuk kanë ndërmend që të shkaktojnë probleme organizatorëve. Në protestë ka mbetur 26 të plagosur. Mijëra qytetarë francezë kanë marshuar në rrugët e qyteteve kryesore për fshirë Parisin në shenjë kundërshtimin ndaj reformës së punës që po diskutohet në parlament. Në protestë morën pjesë edhe antarët e stafit menaxhues të kullës Eiffel, duke detyruar mbylljen e një prej atraksioneve më të mëdha të turistëve në mbar botën. Marshimet e punëtorëve janë parë nga qeveria si një lëvizje që mund të kërcënojë zhvillimin e kampionatit evropian të futbollit. Megjithatë, qytetarët deklarojnë se nuk kanë ndërmend që t'i shkaktojnë probleme organizatorëve të Euro 2016. Në lidhje me këtë çështje ka patur disa teori. Së pari disa u shprehën se ne do të bllokojmë Euro 2016-ën, ndërkohë që të tjerë thanë se do të ndalojmë mobilizimin për shkak të kompeticionit. Megjithatë, qëndrimi ynë është I qartë, ne nuk do të bllokojmë kampionatin, por thjesht do të vazhdojmë lëvizjen tonë, janë fjalët e këtij qytetari. Në disa zona protestuesit janë përplasur edhe me forcat e sigurisë, teksa 26 persona janë plagosur, ndërkohë që 15 të tjerë janë shoqëruar në ambientet e policisë. Qytetarët kanë disa kundërshtime sa I përket projektligjit që po diskutohet në parlament. Me reformën e re, rregulli për të punuar deri në 35 orë në javë, I cili është aktualisht në fuqi, do ta humbasë vlefshmërinë. Ligjvënësit francezë kanë propozuar që kjo shifër të ndryshohet në varësi të punës dhe mund të zgjatet deri në 46 orë në javë. Gjithashtu, kompanive të mëdha do t'u jepet një liri më e madhe për të reduktuar pagat e punëtorëve në rast se do të shihet arsyeshme. Këto propozime janë kundërshtuar ashpër nga qytetarët, të cilët përgjatë muajve të fundit kanë zhvilluar protesta masive. Ndërojmë tërësisht temën e informacioneve. Prokuroria Vlorës ka vendosur masën e sekuestros për 89 hektar tokë në bregdetin e Zvërnecit në vlerë 110 milion euro. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se prona është tjetërsuar përmes një procesi zinxhir falsifikimesh, ku shfaqet edhe firma e gjyqtarit të ndjerës Kredilet Ekonomi, I cili në atë periudhë asgjë figuronte gjyqtar në gjykatën e Vlorës. Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar 89 hektar tokë në Zvërnes me vlerë rreth 110 milion euro, e dyshuar se është përfituar në mënyrë të paligjshme nga shtetasi Raimond Mezi. Skema e përdorur në këtë rast është e njëjta si në rastin e tokës në Shën Vasil të Karaburunit dhe janë po të njëjtët persona që kanë tjetërsuar trualli në Zvërnec. Nga hetimet e prokurorisë së Vlorës, rezulton se trualli 89 hektar në zonën e Zvërnecit është regjistruar në hipotekën e Vlorës me dokumenta false dhe nëpërmjet një procesi gjyqësor për njohje prone tërësisht fiktiv. Edhe firma e supozuar që është hedhur nga gjyqtari I ndjerës Kredilet Ekonomi është e falsifikuar, pasi në vitin 2003 ai nuk figuronte ende gjyqtar në gjykatën e Vlorës. Në kuadër të hetimit, prokuroria ka sekuestruar praktikën e njohjes dhe mëtej regjistrimit të kësaj prone. Dosja, pasi është falsifikuar, është bërë pjesë e arkivit të gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë. Prokuroria e Vlorës deklaron se është përdorur e njëjta taktikë si në rastin e Karaburunit. Po ashtu, nga hetimi provohet se pasuria është regjistruar në hipotekën e Vlorës nga personi nën hetim, Blerina Dhrami. Pas regjistrimit mbi bazën e dokumenteve të falsifikuara, janë kryer veprime tjetërsimi, duke kaluar të gjithë pasurinë në emër të personave të tretë me qëllim fshehjen e origjinës së pronës. Kombëtarja shqiptare do të përballet me Francën atë që cilësohet si takimi më tërheqës për kuqezinë në këtë europian. Debiazi do të kryejë disa ndryshime në formacion, ku Ajeti do të zëvendësojë të pezulluarin Cana, ndërkohë që edhe trajneri I francezëve Deschamps mund të mos aktivizojë Pogban dhe Griezmann. Dueli më I bukur, më tërheqës, më I pasur me adrenalinë për kombëtarin shqiptar. Kuqezinë do të sfidojë në velodrom të Marseilles, të zotët e shtëpisë, pretendentët kryesor, superskuadrën e Didier Deschamps, Francën. I kemi thyer në Elbasan, por historia është krejt tjetër një vit më vonë. Atmosfera do të jetë ajo e eventeve të mëdha, me mbi 15.000 shqiptarë që do të mbështesin kombëtarën e tyre për takimin e ndërruar prej shumë kohësh. Trajneri Gianni Debiaz nuk e ka pasur të thjeshtë të programojë një formacion pas disfatës ndaj Zvicrës.
Megjithatë, tashmë duket se i ka idetë e qarta. Loris Sana, njeriu më i lidhur me Marseillën, por më kryesorja lideri brenda dhe jashtë fushës së kombëtares, është diskualifikuar. Një mungesë jo e pakonsiderueshme për përfaqësuesen ton. Në këtë mënyrë, tekniku 59 vjeçar, përveç Berishës në kuadrat, do të vendosë në skemën 4-3-2-1, Hysen e të djathtë, Mavrajn, Ajeti në vendin e Canës dhe Agollin. Në qendër të mesfushës do të luajë Abrashi, Kukeli dhe me shumë gjasë me Mushaj, me Xhakën në stol. Andi Lila do të pozicionohet në të djathtë të repartit me Lenjanin në anën tjetër. Qendër sulmues do të jetë Armando Sadiku. Informacion që sigurisht bazohet më shumë tek mentaliteti defensiv, ndërkohë që mund të rezervojë surpriza trajneri i Francës Didier Deschamps. Sipas mediave franceze, tekniku po mendon të ulë në stol dyjet e skuadrës Paul Pogban dhe Antoine Griezmann. Pra gjasat janë që në skemën 4-2-3-1, trajneri 47 vjeçar të aktivizoi Lloris në kuadrat, Sanja, Koscielny, Rami dhe kapitenin Evra në mbrojtje. Para repartit defensiv do të vendoset dyshja Kanté Matuidi, ndërsa Martial, Payet dhe Coman do të jenë në mbështetje të Olivier Giroud. Pra një zgjedhje që nëse konfirmohet, atëherë mund të konsiderohet si mjaft e guximshme nga ana e trajnerit Deschamps. Një super përballje nga e cila Shqipëria nuk niset absolutisht e favorizuar, por surpriza ka qenë gjithnjë pjesë e ingredientëve të këtij sporti. UEFA jep një paralajmërim për skualifikim nga Euro 2016 sa i takon dhunës së tifozëve të ndodhur të shtunën mbrëmje në ndeshjen me Anglinë. Ndërkohë, ka gjobitur Rusinë me 150.000 euro. UEFA thotë se ky dënim do të vendoset nëse incidente të tilla do të përsëriten në ndeshjet në vazhdim. UEFA jep një paralajmërim për skualifikim nga Euro 2016 për sa i takon dhunës së tifozëve të ndodhur të shtunën mbrëmje në ndeshjen me Anglinë. Pamjet e ofruara nga lufta huliganëve rus dhe anglez kanë qenë të tmerrshme dhe UEFA ka reaguar me njëherë duke marrë masat e para. Për këtë institucioni më i lartë i futbollit evropian ka gjobitur Rusinë me një gjobë financiare 150.000 euro, ndërkohë UEFA thotë se ky dënim do të vendoset nëse incidente të tilla do të përsëriten në ndeshjet në vazhdim. Ndërkohë grupi tifozëve rus huligan janë deportuar nga Franca. Vendimi është i hapur për të apeluar, por në këtë suvaz gjendet edhe Shqipëria, e cila mund të marrë një dënim pas banderoles të vendosur në stadium në ndeshjen përballë Zvicrës. Por jo vetëm kaq, këtu futen edhe hedhjet e flakadanëve në fushën e lojës. Duket qartë që UEFA është vendosur të mos tolerojë asgjë pa rregullt, në mënyrë që kompeticioni të ketë një zhvillim sa më